Gjykata e lartë ka rrëzuar sërish kërkesën për ndryshim të masës së sigurisë dhe heqjen e sekuestrës preventive mbi pasuritë për Erben Meskutin, i arrestuar lidhur me dosjen e mikrokredive, duke e lënë këtë të fundit në qeli. Meskuti mbahet në qelinë e paraburgimit në ndyshimin se ka mashtruar mijëra qytetar debitor përmes mikrokredive. Ky i fundit është pronari i disa shoqërive financiare që ngritën skem piramidale. Procedimi penal për skemën e mashtrimit me mikrokredit nisi në shkurt të vitit 2020 nga Prokuroria e Tiranës pas një kallëzimi që u bë nga Ministria e Drejtësisë. Organi akuzës zbuloi se 5 shoqërit Microcredit Albania, ADCA, SHPZIG, FS, Flash morën nga një bankë të nivelit të dytë 3.999 kredite konsideruara të këqija dhe të pashlyera ndër vite me një shumë totale rreth 7.3 milion euro. Në dhjetor të vitit të kaluar, Prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencë për dosjen e mikrokredive, duke referuar atë në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion.